sot është në udhëheqjen e nipit të herojt ton kombëtar, Agim Ramadanit, vllaut ton të dashur Muhamet Hajrullah dhe partnerit ton në këtë udhëtim madhështor. Muhamet, a ke mundësi na tregosh për Miga Vital? Miga Vital është risia më e re e kompanisë Skefterit në bashkëpunim me kompani të tjera. Është prototipi i parë i krijuar në këtë madhësi në Kosovë me një gjerësi prej mbi 5 metër në krah dhe trup, i cili e ka mundësinë e kohës së fluturimit deri në 6 orë, ka një shpejtësi prej 150 km/h, peshë prej 15 kg, shkon në lartësi ose po them kushtimisht largësi deri në 500 km, ndërsa në naltësi 6000 metër. Kamera mbaret prej porositësit. Roli i tij kryesor është komunikimi në koordinata mes produkteve tona, të thotë Skefteri, Miga Vital, K1, FPV-ja dhe të tjerave të cilat jem vetë në përfundim e sipër, njëjtë edhe me Vitalin, është prototipi i parë i kësaj madhësie, testuesi i saj është në prodhim e sipër dhe sigurisht pasi të kaloj testimet e pranueshme prej nesh, do ta ekspozojmë opinionit publik, do të ndajmë aq informacione sa është e nevojshme. Ta kuptojnë të gjithë natyrën e kësaj, se është një industri e ndihshme dhe ne nuk kemi hapësirë të korrespondojmë sipas dëshirave të tjerëve, por ne e përfaqësojmë kompanitë tona dhe ndajmë aq informacione sa është e nevojshme. Pas Miga Vital do të vi edhe risia më e madhe e një produkti të pakrahasueshëm të Skefterit, Skefteri M1, për të cilat ne do t'ju ndajmë informacione në të ardhmen. Edhe sot e tutje një qerek shekulli pas jetojmë me shumë thonje të komandantit Agim Ramadanit. Njëra ndër to ishte kur pushkat bashkohen e kanë edhe krisma më të mirë. Andaj lusim rinin që të bashkohet në projekte të tona, në projekte inovative, robotike dhe të ndryshme në akademinë tonë së bashku me Ridvanin. Punë të mira për na presin. Çka thon Ridvan? Hajde për hajna koftë.